Përshëndetje gjithëve, mirë se vjen kanalin ton. Unë jam Stacey. Unë jam Eleni. Bashkë kemi Stacey në Zylfo. Sot është dita jonë e tretë këtu në Shqipëri edhe the last day sepse nesër në mëngjes super shpejt kemi avionin edhe do kthehemi në Itali me fatkeq sepse me vërtet në këtë ditë kemi argëtuar shumë, kemi bërë shumë foto, kemi kaluar disa momente super të bukura edhe super speciale me disa persona speciale, siç momentet. Mami doli sepse do shkojmë poshtë këtu tek hoteli me hungër mëngjesin. Outfita do ju tregojmë më vonë, por kemi abinuar të trija, kemi veshur disa kompleta, vetëm gjë që ndryshon është ngjyra e kompletit, por pastaj do ju tregojmë. Do të marr çantën, on tani po publikoj edhe një TikTok, po do e publikoj më vonë sepse tani është ora 10:15 minuta, edhe është pak si shpejtë. Na bëni follow nëse nuk na keni akoma bërë follow, keni krejt linkut poshtë tek infoboxi. Edhe atëherë do të marr telefonin që e kam 63%, e le marr karikusen e telefonit, do të marr çantën se është këtu. Atëherë, no, grisa pantallonat? Jo. Sot nuk kemi bërë plan asgjë, thjesht kemi dëshirë të shkojmë të hajmë diçka jashtë, o për drek, o për darkë, akoma nuk e di. Por thjesht mami ka shumë dëshirë që të na dalim foto të bukura. Vabbè, kompletat e tona gjapo i shikoni. Bardhë edhe jeshile. Atëherë të marrë edhe përfumin me vete që ndoshta nuk i diet një herë. Okej. Edhe besoj asgjë tjetër, do vej vetëm labelin. Edhe do e marr tek xhepi. Gjupat nuk do i marrim sepse ka çaka vapë. Sot më duket që është pak freskë, por besoj që do rrihet mirë. Atëherë mbydhja ta perdat. Edhe mund të hikim. Marrim kartën. Merr edhe ata ilaçin tim. Shikoni sa bukur duken kompletat. Pastaj flokët na kanë ra pak, domethënë mua pak, ndërsa Eleni pak si shumë sepse Eleni nuk i pëlqente ndje dhe i ka bërë çdo gjë vetë për t'i ul gjitha. Ndërsa unë më pëlqejshin as shumë, ai shumë, që edhe tani më pëlqejnë, edhe pse kanë rap pak si shumë. Se janë bukura. Pak e të të për fenët, së përdojë elementin, dhe adhe një akore nami. Nëse si plaga shumë mirë, duke që... Here. 3. So now, can you find it here, please? So I got 4 papers, yeah? 1, 2, 3, 4. 1 here and 1 here. Can you put it one here? So 1 here and the other one put it here. Okay. So, sorry, put it again. So I have 2 and 2, right? So look now. 2 da una parte e 2 dall'altra parte. 2 and 2. I have now 1, I have now 3. So, hello guys, I will do a magic trick and this card, it will tell me which one is the best clinic in Albania. Which one? Kate Clinic. Come and visit in Albania. Baruam është orë 10:04 minuta. Mami ka bërë kontrolli. Kujdes Eleni. Kemi bërë edhe një intervistë dhe kujdesur ka okej. Që mami ka bërë një mini intervistë ku ka shpjeguar pak të vetë. Bakun, po. Pak se po vini ti? Sepse të marrim shushu ujë që të pi unë vitaminën. Se doktoresha më ka dhënë një vitaminë dhe kam nga dy që po e marr. Edhe kash, me hongër nuk duni? No. Se bëjmë një mëngjes të hoteli, kështu që jemi pak të vogël. Tregova mi komplet sepse unë atë linjë treguam ta. Ngjyrë kafe, Është një kafe thjesht, po është më ngjyrë. Po, ngjyrë ndryshme. Tani të marrim një shishe ujë që të pim vitaminën e tani të pi. Atëherë, të marrëm ujtin, mami mori edhe vitaminët, tani po shkojmë të marrim produktet për mami.
për thërit, po, ka tjetër. Se nesër në orën 10 do filloj punë. Po, Nuk e imagjinoj tani po bëj jetë nuk si këtu të gjiro gjithë ditën. edhe nesër aty të bëtë thërit. Në orën 10 të gjithë filloj. No, come më pare. Derisa unë besoj që nesër do shkoj në shkollë. Tanto do arrim super shpejt, pro tani do të qikojmë. Papi do që beja në Comunque ditë është super e bukur, ka pak fresk, po tani ka vapë. Ka disa momente ku ka fresk, disa herë vapë, por Po atje në Itali rrihet mirë. është më stofë dhe të tjetë. Kështu që ne jemi këtu okej, ne kemi fitu. Atëherë mbaruam, kemi marrë kretë produkte të mamit për thojtë, mami je gëzuar. Hiku petlla, sepse gjë e bukur kur punam këtu me thojat lekët që merr, i harxhon krejt. Kur vjen të bën atë furnizimin që të duhen gjërat, thot 200.000 lekë trish. Leje para muhabetin se miku petlla. Hajde. Okej, pra je gëzuar sepse ke gjëra të reja. Po, e kësume, tani për momentin jo, ku të shkoj atje që të filloj punë, po, atje Shqyrë i vlejta. shqyrë i vlejta. Hajnë. E po, pak si shumë. Është ora 2:22 minuta. Presim ascensore që ne do bëjmë. Autobusin. Kush e ka autobusin? Tjetër. Unë. Ham drejt të Lebon, unë kërkon Japanine. Unë kam hërë një pjatë pasta, më vërtet shumë e keqe. Më falë bon, po veramente ky është një sponsor super i keq. Comunque unë kam është sponsor që kam marrë Dubai Chocolate. Ajo është më vërtet shumë mirë. E bën shumë. Dubai Chocolate e kam marrë për shokët e tonë atje në Itali, kam marrë edhe një tjetër. Jo, do në Itali për ku e kam marrë? Për Brunon. Quindi edhe Bruno do të provoj Dubai Chocolate. Hi, here we are. Ma perché un secondo? Dobbiamo andare al terzo. Ma qui, Shko. Ok, guys. So, vai. No, anch'io. Ok, thank you so much. Stacy, është të shkuar me mërë një... Ja, pse është të zbrit? Jo. është të zbrit, Stacy... Dë shkoj... Qa? Unë për do bëj... Meno uno, me raga no. Dear guys, kemi mbaruar punat të kejt, tani po shkojmë tek hoteli. Po me Stacy në më mirë. Se duhet të kërkoj frokët e mia. Allora, Stacy më ka thënë me filmu Stacy sepse i pëlqejnë shumë frokët. Edhe deshi me ju tre frokët. Mami shkoj tek pasticceria me mbledh Dubai Chocolate për Beatrice. Një për Eleni, 2 ravani më duket për babin. Unë s'kam shumë volje të shkoj, se jam e lodhme. Edhe motra është e lodhme. Dhe mami thjesht tha do të shkoj vete. Edhe ashtu, hiku vete. Do të shikoj nëse do thet, por besoj që po. Asgjë, tani ne arritëm tek hoteli. Po vjen edhe shi parka. Shpresoj mos të zej shiu mami. Sa tu do lën nom fare. Është ora 13. Çfarë do bëjmë me Eleni në këtë kohë të lirë? Do flejmë. No. Sonte të dalim o te Crown Hotel Tirana o te Rooftop. Po besoj tek Rooftop. Crown Hotel. Dhe kështu do me thonë që ti do bëhesh gati do lahesh? Tani. Është ora 3. Është ora 3. Vabbè, do lahesh? Sì, ma... Ok, non do dalim shumë vonë. Scusami, sister. Sto togando. Falni për rrumuje. Atëre u bëm gati, sa është ora Eleni? Është ora 7:20 minuta gati.
outfit of the day, atëherë unë kam vesh këtë body me këto jeansë të bardhe, Eleni body bardh, jeansë të zeze, edhe unë vesha këtë gjupin, mami. Edhe unë do vesh gjupin si Stacey. Okej. Mami jeans, komplet jeans, edhe tani po hikim nuk di ku, po do dalim. Tani do qikojmë, do zjedhim më vash avash. Make-upin unë e kam bërë bronzer pa concealer poshtë të syte e basta. Eleni njëjtën gjë. Tani po shkojmë tek taksia, që duam të pys po mundë me në qytë tek stadiumi. Ha që rrugë ka nuk vëzë ka shumë. Atëherë më duhet një muaj. Arritëm ka pak muzik, bro. Shikoni stadiumi. Po vjen edhe pak shi. Pak shi. Shpresojmë. Okej, guys. Tani do shkojmë atje sipër të shikojmë krejt Tiranën. Idea. Vedo stare in cielo stasera. Dai. Ja, vabbè. Okay, guys. Atëre gjën tonë e mbarum, tani kemi bërë edhe një pit stop tek Burger King. Po tjetër, sepse nuk më vim në Shqipëri pa provuar, pa testuar, pa të bërë taste test o Burger King. Nejse, kemi mbaruar, kemi parë një mini menu, si unë, si Eleni, si mami, po kthehemi tani tek hoteli në kohë, sepse për vajtjen kemi marrë taksinë, ndërsa për të shkuar të hoteli në kom, sepse është afër. Nuk më bashkë mend sa ishin larg hoteli nga stadiumi Air Albania, dhe prandaj kemi preferuar të marrim taksin për të shikuar distance, por kemi shikuar se ishte vërtet super afër, ndoshta 20 minuta, ndoshta po. Edhe pak më shumë ndoshta, nuk e di. Por avash bëhet e pastaj do hecim edhe pak sepse kemi harë një hamburger, quindi të tresim pak edhe tani edhe pak arritëm të hoteli e do të bëjmë valizhat. Çanta me shpinës gati sepse do fusem krejt robat të mbrenda, i kemi shitur gjitha. Onë dhe Leni argëtojmë shumë kur hecim, nuk di pse, që shiqim për gjëna këtë në koti dhe mami mërzitet. Është mërzit, pse unë edhe motra shiheshim, argëtojemi, nuk është që shiheshim kot. Po edhe ju do ishit këtu me ne, do të kishit me shesh aq shumë si po shiheshim ne. Arritëm tek hoteli. Mi brema. Mirë. Mirë mëgjesi, është ora 3:50 minuta, 10 sa u kthem në hotel, bëm valigjet edhe shku me flet gjumë edhe harruam, por tani do shkojmë që na pret, shikoni aty, Katie, edhe po shkojmë tek bye bye. Okay. Mirë mëgjesi, atëre është ora 10:58 minuta, sa arritëm të shtëpia, u kemi vonuar pak sepse kemi pritur babin, kemi pritur babin tek aeroporti sepse pares që vinte me nëmër neve ka shku me, do me thonë, ka qurë vetë që tek shkolla. Atë gjo, tani, unë po mundojmë të bëj disa story për Instagram sepse kam edhe një unboxing për të bërë, për nuk më ma ka fshirë, po, ma ka fshirë. Sepse s'kam vend tek telefoni më ka mbaruar
giga dhe me thonë, nuk e di arsyen pse s'kam shumë foto, kam 13.000 foto, por bu. Atëherë, jo dola me bërë storyn dhe tani do të bëjmë një unboxing si këtu në YouTube për ju, si këtu në story. Okej, përu dhe pak telefoni, ndrova pak location sepse besoj që lodhë pak i njëjtin location. Jo, për dhe story. Okej. Dhe që me thonë gjë po Nuk harrova. kam filluar punë. Po, mami sa erdi, s'ka pas as një sekond mu përshu pak, edhe shkoja të tek doma. Po stacione. Po. Për këto filma nuk i kemi zgjedhur unë edhe motra, po i kanë zgjedhur kushëritët tonë, do me thonë Gjeni edhe Gjoeli, që do i bëjmë si durate, edhe tani do i bëj një unboxing. Atëre, i hapim këtu me ju, edhe pastaj të storyt të tregoj direkt filpet sepse kam frishë më fshi prapë, sepse kështu e bën. E kam bërë 3 herë. Fare. Këtë e kam bërë 2 herë. 1 and e dyta. Atëherë, do hapim vetëm këtë sepse kjo, si do jetë e Gjenit, është njësoj, identike, nuk ndryshon asgjë fare. Kjo është si disa filma që kemi, por është një ngjyrë tjetër më e veçantë që do t'rregoj tani.